Në moshën 66 vjeçare ka ndëruar jetë Nuri Bajrami nga Gostivari, një personalitet i respektuar që la gjurmë në gazetari, administratën publike dhe institucionet e shtetit. Ai ishte ndër bashkëpunëtorët dhe punonësit e parë në televizionin lokal TV2 në Gostivar, ku për rreth një dekadë shërbeu si gazetar dhe kryeredaktor, duke dhënë një kontribut të çmuar në informimin profesional dhe zhvillimin e medias. Përveç angazhimit në gazetari, Bajrami ishte jurist me profesion, ndërsa detyrën e ushtroi për vite të tëra në komunën e Gostivarit. Më pas ai kontriboi edhe në Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, ku mbajti postin e nënkryetarit, duke u angazhuar për forcimin e integritetit institucional dhe luftën kundër korrupsionit. Largimi i tij është një humbje e madhe për familjen, miq, kolegë dhe të gjithë ata që e njohun e bashkëpunuan me të. Ai do të mahet mend për profesionalizmin, korrektësinë, ndershmërinë dhe respektin që gëzonte në shoqëri. Varimi i të njerit është bërë sot pas namazit të iqindis. Televizioni Koha shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Bajrami, të afërmëve, miqve dhe kolegëve, u preht në paqe.